Doni ju valla ju. Jo atë punë doni. Altin, seldi është valutë as sikur në vend të Arjan Konomit. Atë ditë thot në vunot të ishte seldi, ai që t'i jepte fiq mikut thot. Ora, Arjan Konomi, Gjobaxhi vjetër dhe Arjan Konomi e lëshoi golin tek për tek protestuesin më gangster, ja thash Altinit, Arjan Konomi është që i vajti më afër e çoi zërin e protestat. Protestuesat e Arjan Konomin duhet ta bëjnë ero. Që është një njeri që e sulmoi aq afër. Mu mendoj që Arjan Konomi duhet jetë lideri i protestës. Atë menja. Se ai vajti çoi zërin e protestës, valla, a protestoi Arjan Konomi? Po. Se Arjan Konomi nuk vajti atë tashante. Jo më fikse ai nuk. Ti thoshte o njeri që ke dalë lakuriq. Që do me thënë quhet parajgjykimi karakterit ti. Po, ai ka kauzë, valla, pse keni gjobit tu, s'keni gjobit te. Ka ai kauzë. Ka i si kryeministër ke shkelur atë drejtën e parkimit. Tu ka drejt, bravo. Është me ka edhe kauzën dorë, ka edhe ligjin. Edhe protestë. Shkeljen e ligjit edhe protestë. Edhe ka shku më afër. Ka shku ke personi fiks, jo ke godina, jo ke drita me murin aty bam. Ai do ju bëj objekt, mund t'ju bëj dhe statuja aty. Aty kinema në fakt, aty ke protestë. Mund t'i bëj statuj po temën siç bëri kinezi kokrat e kinezëve. Instalacion thot protest 100 ditë. Do vinë njerëzit të shohin instalacion të gjallë. Ç'a boti për mua? Unë protestoj për ty 100 ditë aty para, po ti si aty. Kot. Arjan Konomi shkoi. Ja dallë fiq. Ja futën edhe aty ku tha. Ai mund të marrë miq, hajde ta shijojmë protestën, domethënë mund të jenë të veshur. Ulim atje. Po, kam kryq mes protestës, shive. Edhe pasha. Shive sa bukur, si i mbajnë këtu. Do t'i çoj majta se kam atë robin tim. I çik postojnë çimët e vjen. O, miq, duhet dalim këtu se kemi ujë pa lek. Lëvizin ato. Tani do vinë grupi, flotilja do ju çojnë majtas. Domethënë, o shoh këta janë të papara valla ato që bëjnë. Njerëzit duhet jenë të informuar. O miq, nuk fitohet lek ulur sot më shumë se sa me lopata. Ndroni mendim. Shifni hapësirat e reja, zhvilloni veten. O, shoku, thotë çdo njeri ka mendjen e vet dhe respektoj këtë fakt. Por si Andreotti ka dhe kryeministrin belg, ish kryeministrin e Kroacisë. Të dy këta kishin një aferë për 1 milion euro dhe u dënuan me 5 vite në burg thotë. Shumë bukur. Për shembull që lej pak më lart. Tani Giulia Andreotti i shpëtoi 180 gjyqeve. Këta i shpëtuan nuk i shpëtuan dot. Ka dhe kështu. Tani kush do dali, ajo i ngelet kohës për ta vërtetuar me sa di unë. Okej. Tani ne dim ndikimin e Italisë, por çështja lidhet me historinë. Dhe sa njihni ju historinë shqiptare? Po tani në radhë parë, ajo që the ti historinë shqiptare është krijuar për të mbuluar pikërisht historinë e vërtet. Një kjo, aja. Historia shqiptare është krijuar e gjitha për të mbuluar historinë tonë. Se si ka mundësi që gjithë bota ne na quajnë Albania dhe ne e quajmë veten tonë shqiptar. Të parët tanë në Itali janë arbresh dhe ne e quajmë veten shqiptar. Të parët tanë në Greqi janë arvanitas dhe ne jemi me sh. Këta fillojnë gjithë në A. Ma falni miq, se vetëm ju e ndjeni këta. Të gjithë këta janë, domethënë, me A, ne jemi me sh. Duke vazhduar deri te udha e shkronjave. Domethënë, çfarë janë këto shkronja që na i shpikët juve ridlindas, me gjithë respektin për ju. Si kemi manovruar ne pa shkronja, kemi hec në këto troje ne deri sa erdhët ju para 60 vjetësh, domethënë. Ne nuk e dim fare vllash historinë tonë, sepse na e ka mbaluar historia shqiptare. Nuk e di ai pëlqeu përgjigja aty. Po, besoj se po. Na kupton se historia shqiptare është jashtëzakonisht e mbuluar, e kamufluar, e vjedhur, e manipuluar, e keq orientuar. Ne të kthehemi aty te kush ja bëri dhuratën. Kjo vlen që njerëzit i angazhojmë, kush e dhuroi Gysin te partia. Ta bëllë një komentum me qënë se në ndjekin njerëzit duke i falendëruar dhe respektuar për shkak se edhe ato janë interaktive, pasurojnë gjithë podcastin të bisedën që të bëjmë ne këtu. Like and share dhe komente, TikTok, kaloni në YouTube, subscribe, share dhe pse jo ndonjë kontribut. Hapësirë publicitare kemi këtu, keni dhe IBAN-in poshtë, mund bëni membership. Është këtu për shembull.
na kontaktoni, ta themi Po jo, se duhet ta kuptoj. Kjo hapësira këtu sot shkruhet hapësirë publicitare, nesër mund të jetë logo e biznesit tuaj, mund të jetë një foto e juaja që thjesht doni të karikoni prezencë online, do më vë foton time për respekt. Po i qef, valla, ku diu. Çfarë dush foto ke qam plazh, aman ças bërobi për lekë. Ti vetëm je lekë po të vema. Ti vetëm jo normalisht duhet të jetë një foto etike që ti përmbahet të gjitha nivelet. Brenda kornizave. Altin djali inshallah ky Agasis po del dhe ky shtazan në burg rreth shtëpie të gjithë këta vilat dalin të semur shtazën ju përshëndes çuna kalofshi bukur. Pra këta që kanë vila këto gjëra ndoshta mund. Tani ideja që ndron këtu që. E vërtetë është. Ku ka zë nuk është pa gjë. Domethënë për këtë ka shumë zë që ka bërë shumë lekë. Dhe ata njerëz që e kanë vënë aty në pushtet, domethënë i kanë thënë bë lekë edhe do na i sjellësh lekët e ne. Ky ka bërë 10, ka çuar 2. Ka zhdukur 8. Edhe në ky proces i nxjerrjes së teçës është varet ky vetë do ta shkruaj fatin e tij besoj. Endri Toska, faleminderit për kontributin. Endri gjithmonë është kontributor i këtyre podcasteve që bëjmë ne. Faleminderit shumë miq se realisht ju e bëni të mundur këtë gjë dhe pse kjo gjë ka nevojë edhe për të zgjeruar, siç e folëm në fillim të kësaj bisede, duhen njerëz se këtu bën biseda të gjata. Edhe normalisht njerëzit janë mësuar se jeta është shumë dinamike, e shpejtë, lëvizin kanë di përgjigjen jetës tyre. Edhe duhen edhe të prerë, duhet zgjerohet stafi i piskut, kështu që ju falenderoj shumë që na mbështesni. Kundrejt një eksperiencë, edhe mund të jepni kontributin tuaj. Edhe në gjitha format, pra prandaj unë kam lënë të hapur kushdo në format e veta që gjen veten, gjen hapësirën në këtë gjë se çka flasim ne. Format tonë sa më bazike, kafe, siç e komentoi dikush. Do të filloj një karrierë në YouTube, si mund të marrësh lek nga një telefon. Janë gjëra që ti mëson, nuk fitohet leku vetëm me kazëm të dashur miq. Ajo që thoshe ti, po do punoj shqiptari, pse duhet ta vëm shqiptarin të punoj kamarier, edhe të punoj në infrastrukturat e turizmit ose hotelerisë gjonat. Pse shqiptari duhet të dalin në globalizëm valla, duhet të dalin të mësoj këto zanate, e të vinë indianit i bëj ato gjona valla. Okej. Kjo është. Besoj se mesazhi kaloi. Shpërndajeni like and share, komente, pyetje, respekte për gjithë ju. Kalim tek ajo kush për Agasin që po thoje, kush e solli pra. Kush e dhuroi? Kush e dhuroi ndjes. Kush i dhuroi? Tani jo vetëm Agasin mendoj unë, po ai djalë tjetër, me Malbeqiri këto. Ata kapën ajër fare. Të majm ajër, kështu të kapin ajër si është. O atë kanë kapën nëse këto e kapën ne aty ata e kapën ajër. Domethënë aty këto janë dy super gifte, neve nuk kemi Shqipëria. Të dashur miq që ta dini, nuk ka fuqi hetuese. Ne kemi fuqi shtrënguese, ne të kapim edhe të themi na mbush mendjen që se ke bërë ti. Nuk është se të vërtetojmë me fakte që e ke bërë ti, edhe pastaj të kapim. Kupton? Ne të kapim e të themi se ke na e mbush mendjen tani këta thonë që ti ke vjedh. Hajde këtu ti futu brenda ma mbush mendjen tani që s'ke vjedh. Ore vlla thotë, kena një provë ti që fut mu mrena. Ore jo, unë s'kam prova, po ja kanë thënë këta të protestës, ti vjedh. Edhe fusin brenda ato tani. Po mirë, tani prova du t'i gjejnë dot protestës së vlla, apo du t'i gjejnë institucione për kasë drejtësisë. Ku institucione se 20 vjet demokraci ke ti e burr? As 20 vjet. Po pse me sa vite duhet kalojnë vlla që të krijojnë bazament të institucioneve. Po nuk e di, duhet me ju drejtu literaturën. Agaci nuk është një personazh i para 100 viteve, për shembull, që këto ndoshta kanë vështirësi për të zhvuluar dhe për gjetur për bërë investigime për të kapur. Më dëgjoj mua. Në Amerikë zotëri ose në një vend të emancipuar, thot ai ti je i pafajshëm deri në momentin që provohet fajësia jote. Po. Kurse neve nuk e kemi, këtu te ne ti je fajtor deri në momentin që na provon ti pafajësinë.